Dita nisim së bashku programin e drekës, fillimisht ju njoh me zhvillimet kryesore deri në këtë moment e titujt fillimisht. Raporti i bar kalon në grupin e ambasadorëve të Bashkimit Evropian, reagon Rama, Shqipëria fitoi, opozita humbi sërish. Nga RSH tek Akshi, Konfindustria, bizneset e huaja po përjashtohen nga tenderat, po shkelen standardet. Koncensione në dyshim, emisioni Veting në News 24 ngre pikpyetje mbi pronësinë dhe përfitimet. 100 euro në prag zgjedhjesh, kryeministri i Kosovës Kurti jep fonde për pensionistët, studentët dhe fëmijët. Trump surprizon NATO-n, SBA dërgon 5.000 trupa shtesë në Poloni. SBA shpërson tonet ndaj Kubës, Marco Rubio e akuzon si sponsore të terrorizmit. Një ditë pas miratimit të raportit i bar nga grupi i punës së Këshillit të Bashkimit Evropian, ka reaguar kryeministri Rama. Ai ka shigjetuar qëndrimet e opozitës, që sipas tij ka deklaruar se negociatat u bllokuan dhe Shqipëria u ndëshkua, duke kujtuar edhe protestat e ndërmarra prej tyre. Rama tha se në 26 maj në Bruksel, konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE do të miratojë ecurinë e deritanishme e do jap rrugë fazës përmbyllëse të negociatave të antarësimit. Pas javësh debate politike dhe akuzash për bllokim të procesit të integrimit, miratimi në Bruksel i raportit të vlerësimit të piketave të ndërmjetme i bar për Shqipërinë nga grupi teknik i punës, solli reagimin e kryeministrit Edi Rama. Shefi i ekzekutivit shqiptar reagoi me tone triumfuese, por edhe sulme ndaj opozitës. Rama deklaroi se Shqipëria përsëri fitoi, duke cilësuar vendimin si një tjetër hap të rëndësishëm drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Në reagimin e tij publik, kreu i qeverisë akuzoi kundërshtarët politik se kishin përhapur pretendime për ndëshkimin e Shqipërisë dhe bllokimin e negociatave, ndërsa tha se zhvillimet në Bruksel dëshmuan të kundërtën. Than negociatat u bllokuan, than Shqipëria u ndëshkua, than Europa u zgjua dhe narko-regjimi u zbulua, u lëshuan rrugëve me molotov për ta djegur Shqipërinë në syt e të huajve, u lëshuan nëpër Europë me thas balte e llumi për ta zhgarravitur Shqipërinë në syt e të huajve, u gënjyen si gjithnjë nga mendja e tyre dhe gënjyen dhe ata gjithnjë më të pak që shkojnë me atë mendje, humbën përsëri dhe Shqipëria përsëri fitoi. Kryeministri Rama shkruan se me 26 maj, konferenca ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian do të vulos me sukses fazën hyrëse dhe do të çelë fazën përmbyllëse të negociatave të antarësimit. Sipas tij, procesi i integrimit është rezultati i vizionit, punës dhe përkushtimit, ndërsa e cilësoi Shqipërinë evropiane si një histori suksesi. Më 26 maj në Bruksel, konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE vulos me sukses fazën hyrëse dhe qel fazën përmbyllëse të negociatave të antarësimit, sepse ndryshe nga si e përflasin ditë e natë ata që gjithnjë humbasin në fund, Shqipëria Evropiane që po ndërtojmë është një histori suksesi e cila shkruhet me vizion, punë e përkushtim, ha pas hapje në fund gjithnjë fiton. Në reagimin e tij, Rama falenderoi institucionet e përfshira në procesin negociues, shumicën parlamentare dhe administratën shtetërore, duke konsideruar këtë moment si një ditë krenarie për Shqipërinë. Kryeministri Rama mbylli mesazhin e tij me thirrjen Forca Shqipëria. Raporti i bar i miratuar nga grupi i punës së Këshillit të Bashkimit Evropian kritikon qeverinë shqiptare sa i përket luftës kundër korrupsionit, tek tatimet, koncensionet dhe prokurimet publike, duke e konsideruar çështjen si shqetësim serioz. Le të ndjekim së bashku kronikën. Brukseli ka konfirmuar zyrtarisht miratimin e draftit të qëndrimit të përbashkët të Bashkimit Evropian për Shqipërinë, bazuar në raportin i bar në grupin e punës Koela pas një kundërshtim nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Por vendet anëtare të Bashkimit Evropian në raportin i bar kanë dalë me përfundime dukshëm të ashpra ndaj qeverisë shqiptare lidhur me ecurinë e vendit tonë në procesin e integrimit, ku kanë theksuar se niveli i korrupsionit në institucione mbetet shqetësues. Bashkimi Evropian thekson se korrupsioni vjon të mbetet i përhapur në shumicën e fushave të jetës publike dhe biznesit, duke përfshirë të gjitha nivelet e qeverisjes qendrore dhe vendore. Theksi kryesor vihet mbi sektorët më të ekspozuar ndaj abuzimeve, ku sipas Bashkimit Evropian nevojitet zbatim më i fortë i ligjit. Në veçanti përmenden tatimet, kadastra, shëndetësia, prokurimet publike, koncensionet dhe kontratat e partneritetit publik-privat
quhet PPP, ku sipas vlerësimit në këta sektor korrupsioni është në nivele shqetësuese. Bashkimi Evropian nënvizon se Shqipëria duhet të bëjë përparim të konsiderueshëm të mëtejshëm drejt parandalimit dhe trajtimit të natyrës së përgjithësuar dhe të përhapur të korrupsionit. Bashkimi Evropian vëren progresin e Shqipërisë për të ndryshuar dhe plotësuar mëtej kuadrin e saj ligjor dhe institucional në luftën kundër korrupsionit. Bashkimi Evropian nënvizon se këto masa tani duhet të zbatohen me vendosmëri dhe të kenë ndikim veçanërisht në sektorët më të rrezikuar nga korrupsioni, mbi të gjitha infrastruktura publike, kadastrën dhe të drejtat e pronës, doganat, administratën tatimore, arsimin, shëndetësinë, prokurimin publik dhe kontratat e partneritetit publik-privat, thuhet në raport. Sali Berisha ka lexuar raportin e IBAR duke theksuar se Bashkimi Evropian për herë të parë ka goditur patronazhistët. Sipas tij, grupi Koela thotë se korrupsioni është shqetësim vendimtar që lidhet me dosjen Balluku. Edi Rama ka rrethuar gjykatën dhe SPAK-un me bandit zyrtar pasi ka sulmuar në mënyrën më tegër SPAK dhe gjykata për në mbi Ballukun e tjerë, shtoj. Bashkimi Evropian shpreh keqardhje dhe nxit adresim nuk ishte keqardhje këtë. Dhe nxit adresim në përpjekje të shtuara dhe shqetësuese të zyrtarëve apo politikanëve përfshin nivele të larta, duke përfshirë strukturën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK. Pra është forcuar shumë më tepër. 4 përshkallëzime vjen re në këtë paragraf. Keqardhje nuk ishte. Të shtuara dhe shqetësuar nuk ishte. Nivele të larta nuk ishte. SPAK përmendet në mënyrë eksplicite. Pra kemi të bëjmë me gjuhën më tashpër të dokumentit. Dhe këtë ja fshet mediat. Standardet e vetimut qëndrueshmëria thekson hapat drejt standardeve të vetimut. Në shkurt thekson hapat drejt standardeve të vetimut. Në maj shtohet thekson nevojën për Shqipërinë të ruajë dhe të mbajë standarde në mënyrë të qëndrueshme. Sepse është konstatuar që po i shkelmojnë, po i respektojnë dhe po dalin shumë gjëra të zeza mbi ujë. Qëndrueshmëria e rezultateve të vetimut bëhet kërkesë eksplicite, por përgjigje ndaj shqetësimeve mbi regres për vetimin. Imagjinoni unë si mund të bëj vetim Altin Troplini. Më thoni ju mua. A e patë ju? Ajo është për të problem. A e patë se si kishte mashtruar ai? Kishte paraqitur në vetim deklaratën e firmosur nga noteri të prindëve të bashkëshortës së tij. Se vila ku banon, vila Trekatëshe ku banon Altin Troplini, është ndërtuar në një kohë kur ai nuk ishte fejuar. Ish deputeti Ervin Saliani ka kritikuar marrëveshjen mes opozitës dhe mazhorancës për miratimin e ndryshimit të rregullores së kuvendit dhe të rezolutës për integrimin. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Saliani thotë se në vend që opozita të ishte alternativa morale dhe politike përballë pushtetit, ka një marrëveshje të veshur për të mbajtur Ramën në pushtet, ndërsa Berisha të mbajë partinë. Dhe në fund, humsi vetëm mbeten qytetarët shqiptarë të cilëve po u merret e drejta për të zgjedhur mes alternativash të vërteta. Berisha voton për Ramën, Rama garanton pagar Berishën nesër dhe qytetarëve u hiqet çdo mundësi reale zgjedhjeje. Kur opozita bashkon votat me qeverinë pikërisht në ditët më të vështira të saj, nuk kemi më përballje politike, por mbjetesë të ndërsjellët, thuhet në reagimin e Salianit. Ai thotë se bashkimi i votave me Ramën në një kohë kur qeveria është nën presionin e korrupsionit, zgjedhjeve dhe standardeve demokratike është mëkat ndaj shoqërisë dhe tradhti ndaj demokratëve. Kur narrativa është se Shqipëria jeton në regjim dhe se integrimi evropian duhet të bazohet mbi merit,
Atëherë pyetja është e thjeshtë. Çfarë merite ka Edi Rama që sa herë ndodhet në zgrip merr oksigjen politik nga Sali Berisha? Kështu thuhet në reagimin e Stalianit. Konfindustria ngre alarmin se prokurimet publike të organizuara nga kompanitë shtetërore po e bëjnë të pamundur përfshirjen në garë të operatorëve të huaj. Sipas Konfindustrisë, termat e referencës të përcaktuara për tendera ndërkombëtar bien ndesh me standardet e Bashkimit Evropian duke reflektuar nivelin e korrupsionit dhe kapjen e shtetit. Konfindustria ngre alarmin se prokurimet publike të organizuara nga kompanitë shtetërore po e bëjnë të pamundur përfshirjen në garë të operatorëve të huaj. Përmes një njoftimi për shtyp Konfindustria, thotë se pengesat që krijojnë. Ndërpresim do ta ndjekim pas pak, pasi tani do të shkojmë live me Tokyo. Në Japoni zhvillohet ceremonia e pritjes dhe deklaratat për shtyp të dy kryeministrave, pra zoti Rama ndodhet siç e shikoni atje dhe këto janë çastet e fillimit të ceremonisë së pritjes së tij. Mandej do të ketë dhe një konferencë të përbashkët të dy kryeministrave. Ndjekim.
こちらご覧いただいてよろしいですか。お願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。3年ぶりとなるラマ市長の訪日を心より歓迎いたします。私は初めてお会いできてとても嬉しく思います。アルバニアは価値や原則を共有する。E mirëpres me zemër vizitën e kryeministrit Rama sot. Jam shumë e lumtur që kam mundësinë të takoj për herë të parë. Shqipëria është partner e rëndësishme me të cilën ndajmë vlera dhe parime të përbashkëta. Ne jemi të kënaqur që negociatat e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian po përparojnë në mënyrë të qëndrueshme. Japonia, në kuadër të nismës së bashkëpunimit me Ballkanin Perëndimor të propozuar nga ish kryeministri, do të vijojë të mbështesë fuqimisht antarësimin e Shqipërisë në BE. I shpreh respekt Shqipërisë për kontributin aktiv që jep në stabilitetin rajonal në Ballkanin Perëndimor, një rajon me histori komplekse. Gjithashtu, do doja t'ju falenderoja nga zemra për mbështetjen e Shqipërisë ndaj vizionit për një Indo-paqësor të lirë dhe të hapur. Këtë muaj, në përvjetorin e 10 të shpalljes së këtij vizioni, ne prezantuam vizionin e përditësuar për një Indo-paqësor të lirë dhe të hapur. Ky vizion zhvillon më tej qasjen e mëparshme, duke vendosur autonominë dhe qëndrueshmërinë si dy elementë thelbësor, me synimin që i gjithë rajoni të bëhet së bashku më i fortë dhe më i bekat. Në një kohë kur siguria e Europës, Atlantikut dhe Indo-paqësorit po bëhet gjithnjë e më ndërlidhur, dëshirojmë ta thellojmë edhe më tej bashkëpunimin me Shqipërinë. Faleminderit. E nderuar kryeministre, së pari më lejoni që t'ju falenderoj për mikpritjen tuaj, të cilën nuk do ta harroj. Dhe gjithashtu kam dëshirë të them që kam patur mundësinë që të jem pjesë e shumë ceremonive, po kjo ceremoni e sotshme është vërtet e veçantë. Nga ana tjetër, dëshiroj të them që kjo është vizita ime e dytë në Japoni në një kohë relativisht të shkurtër. Dhe me shumë kënaqësi ne presim fuqizimin e kësaj marrëdhënieje. Marrëdhënia Japoni-Shqipëri është një marrëdhënie e cila është e bazuar tek vlerat dhe tek parime të përbashkëta për botën në të cilën ne dëshirojmë të jetojmë. Dhe po, është në fakt e vërtet që e kam parë strategjinë e Indo-paqësorit dhe mbështesim atë plotësisht. Ashtu siç mbështesim plotësisht të gjithë përmbajtjen e kësaj strategjie. Dhe për këtë arsye, me shumë kërcëri ne presim që të eksplorojmë mundësi të ndryshme se si mund të afrohemi me Japoninë. Dhe nga ana tjetër, dëshiroj t'ju them edhe paraprakisht që vitin e ardhshëm në Tiranë ne do të organizojmë summitin e NATO-s. Për këtë arsye, kam kënaqësinë e veçantë që t'ju ftoj të merrni pjesë në atë summit. Dhe në fakt, kur të vini, do t'jetë edhe rasti i parë kur një kryeministër apo kryeministre e Japonisë të vizitoj Shqipërinë në një vizitë shtetërore. Dhe do t'ishte kënaqësi që t'ju mikprisnim dhe në një farë mënyre të marrim hak në thonjza për këtë mikpritje kaq të ngrohtë që ju na keni ofruar dhe na ka lënë mbresa. Pra, edhe një herë, nderuar kryeministre, faleminderit shumë dhe me shumë dëshirë dhe kënaqësi pres bashkëbisedimin ton
Gjithashtu, përpara se ta mbyll këtë fjalë të parë, më lejoni që t'ju përgëzoj për fitoren tuaj vërtet fantastike dhe është mbreslënëse që shikojmë në fakt një grua në krye të qeverisë me të gjithë të tjerët që janë burra në kabinetin e saj, jeni e dyta pas ish kryeministres së Britanisë të ndjerës Margaret Thatcher. Kështu që faleminderit shumë dhe një urim për ju dhe për popullin tuaj. Ishte ceremonia e pritjes së kryeministrit shqiptar dhe delegacionit që e shoqëron në Japoni, e vlerësuar pritësi tepër e veçantë, pritet pas pak konferenca e përbashkët për shtypet dy kryeministrave. Bëjmë një shkëputje publicitare, rikthehemi pas pak. Rikthehemi emisioni Veting në News 24 ka trajtuar mbrëmjen e kësaj të enjteje koncesionet dhe investimet strategjike, shumë prej të cilave kanë hihet dyshimi mbi pronësinë krahas mungesës së përfitimeve për ekonominë e vendit. Disa kompani fituese nuk kanë eksperiencë në fushat ku marrin kontratën. Gjatë viteve të fundit, koncesionet dhe investimet strategjike janë përdorur nga qeveria shqiptare për projekte të mëdha në infrastrukturë, energji, turizëm dhe shëndetësi. Megjithatë, ekspertë dhe opozita pretendojnë se shumë prej këtyre investimeve nuk kanë sjellë përfitimet e premtuara për ekonominë shqiptare. Sipas tyre, mungesa e konkurrencës, transparencës dhe kontrollit institucional ka favorizuar interesa private dhe politike. Në shumë raste, kompani pa kapital dhe pa eksperiencë kanë fituar kontrata miliona euro dhe më pas kanë transferuar pronësinë tek subjekte të tjera. Projekte si Durrës Marina and Yachts dhe Triport Vlorë janë vendosur në qendër të debateve për strukturat offshore, ndryshimet e aksionerëve dhe përdorimin e aseteve publike si kolateral. Ekspertët argumentojnë se këto skema krijojnë rrezik për korrupsion, pastrim parash dhe dëmtim të interesit publik. Gjithashtu janë ngritur shqetësime për mungesën e studimeve teknike, urbanistike dhe financiare në projekte të rëndësishme strategjike. Sipas analizave, ligji për investitorët strategjik është përdorur shpesh për të shmangur garën dhe për të favorizuar grupe të caktuara biznesi. Në fund, ekspertët paralajmërojnë se pasojat ekonomike dhe financiare të këtyre kontratave mund të rëndojnë për vite mbi taksapaguesit shqiptar. Ish-kreu i Kesh Eralde Lezi është marrë në pyetje nga prokuroria e posaçme si person në djeni për një hetim mbi një tender rrugësh të vitit 2020 që dyshohet se është paracaktuar. Ndërkohë, ish zyrtari Eviz Berberi, akuzuar në një tjetër dosje për tenderin e tunelit të Llogaras, ka mbetur në fuqi masa e arrestit me burg, edhe pse ofroi garanci pasurore për zëvendësimin e saj. Ish-kreu i korporatës elektroenergjitike shqiptare Eralde Lezi u pyet këtë të premte në prokurorinë e posaçme lidhur me një tender rrugësh të zhvilluar disa kohë më parë për të cilin janë ngritur dyshime se është i paracaktuar. Burimet konfirmuan për News 24 se ish zyrtari dha shpjegime si person në dijeni lidhur me një çështje të vitit 2020, e cila vijon të jetë ende në hetim. Eralde Lezi është gjithashtu bashkëpandehur me ish zëvendës kryeministren Belinda Balluku për tenderin për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Për të njëjtin tender të pandehur janë edhe Gentian Gjyri dhe Eviz Berberi, dy ish-krerë të autoritetit rrugor shqiptar si dhe disa zyrtarë të tjerë.
Ndërkohë po këtë të premte gjykata e posaçme rrezoi kërkesën e Vis Berberit për zëvendësim të masës së sigurisë arrest në burg. Ish zyrtari dhe njeriu më i besuar i Ballukut kishte vendosur dhe garanci pasurore 1 milion lekë, por gjykata ja refuzoi, duke lënë në fuqi masën e arrestit. Berberi u arrestua në 2024 në ndyshimet se kontrollonte në mënyrë të tërthort kompaninë Dam SHPK, të cilën e ushqente me tendera publik. Gjatë arrestimit u sekuestruan disa celular në banesën e tij dhe nga zbërthimi i tyre u zbuluan provat kundër Belinda Ballukut. Ish-zëvendës kryeministja pohetohet për abuzime me tenderat e rrugëve dhe javët e fundit janë ushtruar kontrollet e familjarë dhe njerëz të besuar të saj. Ndaj ish-ministres së infrastrukturës dhe energjisë janë në fuqi 2 masa sigurie, ndalim për dalje jashtë vendit dhe pezullim nga ushtrimi i funksioneve. Katër betoniere janë ndjekur rreth orës 1 të natës në një kantier ndërtimi në fshatin Dukat të Vlorës, edhe pse në vendngjarje kanë bërritur menjëherë forcat zjarfikse, nuk është bërë mundur shuarja e flakëve të cilat kanë ndjekur plotësisht betonieret e ndërtimit që rezultojnë në pronësi të Berti Mëhillajt, ende ndërkohë nuk dihet nga se mund të jetë shkaktuar e gjithë kjo ngjarje, por sipas të dhënave paraprake dyshohet për zjarrvënie të qëllimshme. Ndërkohë, policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të saj. Arkeologu dhe studiuesi Afrim Hoti në veprën e tij shkencore Kërkime arkeologjike ngre shqetësimin se historia mijëravjeçare e Durrësit antik që ende nuk është zbuluar plotësisht rrezikon të dëmtohet nga ndërtimet dhe ndërhyrjet e pakontrolluara. Arkeologu thotë se ekzistojnë ligje për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, por ato nuk gjejnë zbatim. Historia mijëravjeçare e Durrësit antik që ende nuk është zbuluar plotësisht rrezikon të dëmtohet nga ndërtimet dhe ndërhyrjet e pakontrolluara. Arkeologu dhe studiuesi Afrim Hoti në veprën e tij shkencore, Kërkime arkeologjike, trajton problematikat që lidhen me mbrojtjen e nëntokës arkeologjike të Durrësit, duke theksuar se ligji për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore ekziston, por nuk zbatohet gjatë gërmimeve për ndërtime. Në mbeturinat e ndërtimeve të reja ndeshen përveç dherave të zakonshme edhe materiale shumë të pasura arkeologjike, që njerisht nuk arrim dot që t'i ndjekim dhe t'i parandalojmë. Të zbatojmë ato kërkesa që ka ligji i trashëgimisë kulturore, jo më tepër se aq. Ka dhe ndërtime të paligjshme, bën dhe abuzime në kurrizën e nëntokës muze. Ky botim përmbledh 16 artikuj shkencor që trajtojnë çështje të periudhave antike dhe mesjetare, me fokus të veçantë Durrësi arkeologjik, ku Hoti thekson se nevoja e zhvillimit urban të ecë paralelisht me mbrojtjen e historisë dhe identitetit kulturor. Durrësi ka filluar mbrojtjen nga UNESCO që nga viti 1989 dhe nuk ka nevojë të vijë 2 herë në mbrojtje bashkë me Apollonin. Janë 2 qendra të mëdha mesdhetare nga 100 qytete që i ka vënë në mbrojtje me kohë UNESCO. Kujdesi jo i mjaftueshëm i organeve të pushtetit qendror dhe lokal, edhe pse ka ligje, edhe pse qyteti është i mbrojtur në përgjithësi dhe ka dhe një dispozitë nënligjore që mbron nëntokën e qytetit Durrësit, prapë ne konstatojmë që bën shkelje. Vepra studimore Kërkime arkeologjike përmban të dhëna të mbledhura nga ekspedita dhe gërmime të zhvilluara gjatë viteve 1980 deri në vitin 2000 brenda dhe jashtë kështjellës bizantine të Durrësit. Qeveria në detyrë e Kosovës njoftoi vendimin për të ndarë nga 100 euro për disa kategori mes të cilëve pensionistët, fëmijët dhe studentët. Vendimi vjen në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Kosovë, por Kurti justifikoi këtë vendim me situatën e inflacionit në vend. Ai po ashtu e ndërlidhi ndarjen e këtyre fondeve me festën e Bajramit, duke theksuar se me këto pagesa të gjithë do të ndihen të barabartë. Në prag të zgjedhjeve parlamentare, qeveria në detyrë e Kosovës ka vendosur që të ndajë nga 100 euro për disa kategori. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, prezantoi pakon për përballjen me inflacionin 2.0, e cila tha se u pamundësua që të miratohej më herët nga kuvendi. Kurti tha se pakoja përfshin mbështetje të menjëhershme për 100 eurosh për pensionistët, fëmijët, punëtorët e sektorit privat dhe studentët aktiv. Pensionistët dhe fëmijët do të mund t'i marrin këto para nga java ardhshme, ndërkaq po javën e ardhshme do të hapet edhe procedura e aplikimit
për kategoritë e tjera sipas kurtit. Një nga 5 vendimet e para të qeverisë së re ishte edhe miratimi i pakos për përballje me inflacionin 2.0 në vlerë prej 200 milion eurosh. E kjo me qëllim të mbështetjes së familjeve për të përballuar më lehtë barrën e rënduar të çmimeve të larta që na vijnë si pasojë e krizave dhe tronditjeve globale. Ministri të detyrë i financave Hekuran Murati sqaroi se punëtorët e sektorit privat që mund të përfitojnë nga 100 euro janë ata që e kanë pagën më të ulët se 1.000 euro. Në mbledhjen e ekzekutivit në detyrë të mbajtur mëngjesin e 22 majit, Kurti njoftoi edhe për rritjen e shtesave për nënat lehona. Ai tha se kishte premtuar se shtesat për lehona do të jenë sa paga minimale, teksa akuzoi parti që më herët kanë qeverisur vendin se nuk kanë ndërmarrë asnjë mas për këtë kategori. Kurti po ashtu paralajmëroi dhe një program për mbështetjen e grave të quajtur superpuna për gratë, që tha se parashikon pagesë për 6 muaj të pagës minimale nëse ato rikthehen në tregun e punës. Shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak me të ftuarin e parë të ditës së sotme.